kështu si jemi, nuk ka pas qeverisje më të dobët shqiptare në këto 35 vitet e pluralizmit në Maqedoni. Këtu e them edhe për Aleancën për Shqiptarët, se edhe ne ishim pjesë e qeverisë. Po më mirë është me një moment të dalish para qytetarit, para popullit, ti thua më falni, gabuam, kthehemi te ju. Dëgjoni, ja ekskluzivisht sonte e them këtu se sponzori kryesor i Vlenit, flas personalisht për mua, ka qenë zotri Albin Kurti. Sponzori kryesor? Absolut. Mos ishte zotri Albin Kurti, unë kurs isha bashkangjit Vlenit. Kurs ishte për Vlenit. Zotri Kurti ju ka bindur juve? Absolutisht. Unë jam lidh mbas fjalës zotri Kurtit dhe jam bashkangjit Vlenit. Kjo është absolute, ja herën e parë ekskluzivisht e them këtu në emisionin tuaj, por me zotri Kurtin jam munduar t'ja sqaroj gjendjen dhe situatën e shqiptarëve në Maqedoni. Pra jeni përpjekur ta sqaroni edhe atë se sa ka funksionuar Vleni, po. Në 4 sy, duke u mundu t'i tregoj si është situata e shqiptarëve në Maqedoni, si është ndikimi serb në Maqedoni momentalisht, si është rruga evropiane momentalisht e Maqedonisë, sa dhe si punësohen shqiptarë në për institucione, dhe e kam pas për obligim t'ja them se ai ka qenë sponzori kryesor i këtij formacioni, koalicioni politik. Arkitekti po i bie. Po ashtu i bie, dhe mendoj se ai duhet ta kupton këtë. Por edhe ati, simbas me interesonte deri në zgjedhje lokale. Mandej çfarë doni bëni? Pse deri në zgjedhje lokale? Pse? Çfarë bëjmë ne mbas zgjedhjeve lokale? Se e kam pyetur edhe kryeministrin Kurti. Kryeministër, rregull, ju duhet deri në zgjedhje lokale. Edhe pse ne si Vlen problem të fitojmë edhe gjysmën e komunave, se ka zhgënjim të jashtëzakonshëm prej qytetarit. Zhgënjimi është i madh kur e thiri zotri Fetarin dhe 2-3 aktivistë të Aleancës për të kriju fraksion në Aleancën për Shqiptarët, që është, mendoj se është shumë e ulët. Por përsëri është kryeministër, është institucion, po i bie që zoti Kurti është krijuesi edhe i fraksionit tani tek Aleanca për Shqiptarët? Po, absolutisht, mbasi erdhën në Kosovë, nesër më shpallën grupin i cili është kundër BDI-s, në tem, zotri Fetaj, zotri Azir Aliu, tash është ministri i shëndetësisë, ato kanë qenë, për shembull zotri Fetaj më thoshte atmosfera është toksike në Vlen, nuk rihet. Është e padurueshme, kemi edhe stenograme prej proces verbale prej mbledhjeve të kuvendit të kryesisë. Gjithashtu Azir Aliu ka qenë njeriu që më ka bë presion të jashtëzakonshëm për të bashkangjit BDI-s dhe për të dalë prej Vlenit. Unë nuk mund të çfarë ndodhi tani? Mbasi u takuan me zotri Kurtin, vendosën që të jenë vetëm anti-BDI, të mundohen të kryejnë telashe në Aleancë për Shqiptarët, po them, kam respekt për zotri kryeministrin e Kosovës.